Ajo me mira aden se shumë herë make-up artistat nuk e kam pranu. Veç mu i bëj tani foto. Kaltrina, atë ka ndodhë ndonjëherë me mbet jashtë orarit? Ndodhë në sezon më ka ndodhë deri në 12. Unë jam gjendje edhe me dy durt me punu. Edhe dy sytë më t'i bojnë me dy durt. Njëjtën kohë. Kam dëgju që në disa vende, për mërgjimtarët i shtrejtojnë çmimet. Sot kemi ardhur këtu në Fushë Kosovë te Kaltrina për të parë se çfarë shërbime mund të na kryej ajo ne për vetëm 15 euro. Përshëndetje. Përshëndetje. Si je? Mirë, faleminderit. Jam e interesuar me ditë se çfarë shërbime mund është më kryer mu për 15 euro. Për 15 euro nuk kena kurrë shërbime, po ty muj me ta bo një penjerem edhe një grem për shtëpisë. Rregull, faleminderit shumë. Ku muj me? Hajde këtu. Faleminderit. Se por du të me pastru flakt. Po. Hajde atje. Okej. A më nëshme na tregu që sa vite mirë është ti me këtë profesion? Po pa tjetër, mirë na që prej moshës 13 vjeqare, kam qenë e re, e më ka pëlqyer shumë si profesion. Në fillim kam qenë normal si praktikante, po kështu që 6 vite tamam jam duke punu. So ka qenë e vështirë për ty më merr me këtë profesion që ka që moshë 3? Në fillim kuptohet ka qenë shumë e vështirë, po kanë qëllu kliente shumë të mira. Normal fillimi është i vështirë për gjithkon, po praktika e bën vetën. A e ke pas të letë më merr edhe me punë, edhe me shkollim pasi tregove Kaltrina që 13 vjeç ja ke filluar me këtë profesion? Kuptohet e lehtë nuk ka qenë as pak, po kur e don një profesion pa marrë parasysh, mundesh me ja dal patjetër. Po me studime? Edhe me studime, kam përfunduar sociologjin, jam sociologe me profesion. Nuk përputhen njëra me tjetrën, këtë profesion që e bëj, po më pëlqen. Më ka pëlqyer prej fillimit. Kanë ke pas mbështetjen tënde më të madhe, ose prej kujt e ke pas mbështetjen më të madhe? Kuptohet prej familjes. Kaltrina, atë ka ndodhë ndonjëherë me mbet jashtë orarit me punë? Jo një herë, as 2 herë, për 100 herë. Më ka ndodhë shumë herë. Deri në sa ora ke qëndru në mbrëmje? Kuptohet në sezon më ka ndodhë deri në 12 mbrëmje, po. A ka pas raste kur ti u duft është dasht me shku prej këto dikon ma larg jashtë Fushë Kosovës? Po. Kam qenë në Gjermani, kështu me termine kom punu. Në për darsma kështu kur kam pas zyti herë më rregullu nusja. Në për videoklipe, shumë herë më konë, shumë vene. Qëfar dallimi ka qenë këto edhe në Gjermani? Dallim shumë i madh, atje dojnë shumë thjesht, a këto kanë qef shumë aran. Unë jam të e vrejt që gjatë kohës sa je të ma bu grimin, ti të mbo herë me dorë të majtë, herë me djathtën. Apo në ti me 2 durët, se zakonisht deri sot më ka ra veç me djathtën, zakonisht se më për veti jam majtake. Po, nuk je vetëm që më bën këtë pyetje, se dhe klientët më kanë vrejt. Unë jam gjendje edhe me 2 durët me punu. Edhe 2 sytë më t'i bojnë me 2 durët. Njëjtën kohë, po është puna që dalë nashta edhe keq për klientëve. Se më duket që veç hajtë për kry punën, po me 2 durët punoj. Edhe me shkruj me 2 durët, se kam problem. Kjo diçka shumë interesante. Po. Zakonisht klientët çka po kërkojnë më shumë? Kohët fundit, po kanë qenë me bën ndryshime, ombre, bajallazh, shater, po më së shumti edhe keratinën për bojnë kohët fundit shumë. Si të reja, si të vjetrat. Më së shumti që ja vlen është keratina për flokë. Sa nuk është ombre, se ta shqina këtë lami e din kush është parukjere, se cili mënët me thonë është kjo ma e mirë ose ajo ma e keqe, po keratina është shumë dimon në flokën, ta regeneron flokën, jep shkëlqim, i zbut, ma shumë ja vlen me bo keratinën. Sa qëndron ajo? 6 muaj.
Do me thonë edhe kur pastrosh ti ndrejsh Po, flokët, po, ajo po. prap të kthehet. Po, drejt. Më nësh edhe mi drejt, po momenti kur pastrohesh, i ki Prap përsëri drejta. drejt. Po. Interesante kjo, po du ka me provu. Ama këshe propozu ti mu, se Po. nashta po më nësh edhe gjatë fëmijimit, nashta mi vrejt Po, ma mirë i ki pak dëmtune, ki nevoj, edhe mi fresku, me jep një formë flokët, po edhe mi bu me keratin, se ja vlen. Cilat shërbime i keni jo këto në salonin e juaj? Po thuaj se të gjitha shërbimet, normal frizura, make-up, prerje, fenirime, depilem, thoj, qerpek. Do me thonë gjitha i gjenë Po. këto të jo. Po. A kina i moment të mirë edhe një moment ndoshta jo të mirë që ke pas me kliente, se besoj gjatë këtyre shumë vite s'ka qare pa kanë shumë raste. Të mirë, përcike mas pare për hapjen e lokalet, kër e kom hap, ka që ndjenja me e mirë, andra mu ka realizu. Normal ndjesh mirë edhe klientet kur ndahen të knashne. Jo të mirë nuk kam pasur deri me tani asë njëherë. Prek se kom pas, më ka ndodhë që për shembull më ka thirrë një kliente në telefon, apo me më alon një termin me që datë ose naj sen, edhe më ka të regu që a ka mundësi me orë në studio, më ma po ftyren, a jo me mira, a den se shumë herë make-up artista nuk e kam pranu një person. Kjo ka qenë shumë prekse ku më kanë thonë shumë make-up artista nuk më kanë pranu në studio për shkak që ka akne shumë fytyr, ose nuk është, ku me ditë sa e mirë, ose najsan se kesh është me thonë nuk është e mirë, se çdo person është i mirë për mu, edhe nuk i këqyri këto sene. Do me thonë prapë I pranoj, prapti- pa morë parasysh a ka akne, a nuk ka, unë i pranoj, ato janë. Kaltrina, a kishe mujtë me na tregu pak edhe për çmime, se tash e dim që të na anë çmimet veç janë shtrejtu. Çmimet nuk s'po di që me ta spjegu për shatira për ëmbre, normal shkon varë për gjastësisë edhe trashësisë të flokët, Po. por normal për frizura, për grem është një çmim i arsyeshëm, që besoj që secili mundet me ja dal me këtë çmim, nuk është çmim shumë i shtrejtë. Besoj që ja vlen. Gjatë kohës kur po vinë mërgjimtarët, e di që tash është edhe sezona dasmave, ahengjeve. Dishta me ta bëni pyetje se jem këtu tek çmimet. Çmimet edhe për këta që janë jashtë mërgjimtarët. Po. A i ki çmimet e njajta, ndryshon, se kom dëgju që në disa vende për mërgjimtarët i shtrejtojnë çmimet. Kjo pyetje shumë interesante, me tregu drejtën, kur vi mërgjimtarët, dallon, normal paka shumë që janë mërgjimtar, po e kam çmimin e njëjtë si për krejt. Amo i vrej që kur vinë këto, mundohen që me thonë ju nuk jena t'jashtë për inat Kosovës. Vrehen kështu pak, po jo, nuk është që i kam çmimet e njëjta si për krejt. Grimin këta që po ma vën prej shpis. A kështë mujtë me më tregu kë grimin thjesht, qëfar çmimi ka? Për gjithë ata që janë të interesuara me bo këtë grem këto të te. Ky grem kushton 20 euro. Besoj që është çmimi i arsyeshëm për të gjithë. Rregull, faleminderit shumë për Faleminderit kohën. juve. Faleminderit. Kjo është rezultati që kemi arrit sot te Kaltrina, ku me 15 euro ne jemi ardhmi pa shërbimet e saj se çka mundet ajo me na ofru ne. Ku do me thonë na ka bë fenerimin, por grimin na ka bërë prej shtëpis. Zdia e keni vrejt në fillim krejt videos, unë e kesh pa grim. Nuk është që i kom pas flokët shumë mirë të rregullume. Po besoj që kë grim edhe flokët, që ashtu qysh po më pëlqen mu, po ju pëlqen edhe juve.